Shiko se çfarë zgjidhje i ofrova sot një emigrante nga Greqia. Zonja jeton në krye të Greqisë prej 15 vitesh. Më herët nga këto vite dhe gjatë këtyre viteve ka akumuluar ca kursime dhe ka bler një apartament në Freskë jep 200 euro në muaj me qira dhe një apartament te Kodradjellit që jep 300 euro në muaj me qira. Fëmijët kur vinë në Shqipëri nuk vinë fare te këto apartamentet. Në fakt ata janë shpërndar. Njëri jeton në Suedi dhe tjetri në Finland sepse shumë nga emigrantët e Greqisë që kanë marrë dokumentat kanë shkuar në Europën e Veriut. Pra kanë 2 apartamente në Tiranë, por askush prej tyre nuk shkon te këto apartamente. Nga ana tjetër, zonja më tha më bëhet më mirë të jetoj në Kret sepse sistemi shëndetësor aty është më i mirë se në Shqipëri. Atëherë unë i thash, pse nuk i shet këto 2 apartamente dhe të blesh një shtëpi në Kret? Po tha janë shumë të shtrenjta çmimet. Hajde bëjmë një llogari bashkë. Sa mund të shiten këto 2 apartamente? Po them unë i pari shitet 70-75.000 euro, i dyti shitet 100-105.000 euro dhe i thash nga 170 deri në 180.000 euro. A mund ta blesh një apartament 1+1 në Kret? Mendoj që po tha. Dhe tani duke bler këtë pronë në Kret, ajo vetë do rritë prona e vet në vend që të rri me qira. Fëmijët mund të shkojnë aty me pushime Buzdetit në diell dhe nuk ka nevojë të mbajnë 2 apartamente në Tiranë të cilat nuk i përdorin dhe ju marrin qira të ulët. Në këto rrethana janë me 10 mijëra emigrantë shqiptar, të cilët kanë bler apartamente në Tiranë, dikur kanë menduar që do kthehen, por tani nuk kthehen më sepse kanë ndërtuar jetën në vendet perëndimore. Kur janë në moshë të madhe, ju duhet edhe sistemi shëndetësor i vendeve si Itali, Greqi, Angli, Gjermani. E kështu me radhë, gjëja më e mirë që mund të bëjnë është të shesin këto apartamente dhe të investojnë atje ku jetojnë për një shtëpi të parë nëse janë me qira, apo një shtëpi të dytë që ta japin me qira dhe kështu me radhë. Kështu që nëse edhe ti emigrant shqiptar në këto rrethana, na kontakton në numrin e telefonit që fillimisht të bëj një vlerësim se sa mund të shitet ky apartamenti apo apartamentet e tua në Tiranë dhe më pas bëj llogaritë se si mund të investosh lekët e tua me mençuri. Përfitoj një vlerësim falas sa më shpejt dhe mendo se çfarë investimi do bësh atje kur jeton.